3 mënyra të lehta për të hequr çamçakëzin nga rrobat. Sa më mirë do të ishte një gjë sikur heqja e çamçakëzit nga rrobat të bëhet brenda pak minutash. Mos u brengosni. Nuk sugjerojmë që të hidhni ato edhe t'i largoni rrobat tuaja që ka pasur një çamçakëz të ngjitur, po ju sugjerojmë disa metoda të lehta të cilat do t'i hiqni çamçakëzin brenda një kohe shumë të shkurtër. Metoda e ngrirjes është një prej tyre. Kjo është ndër metodat më të mira për të hequr çamçakëzin nga rrobat nëse veç nuk keni punë tjetër me nxitim. Rrobat i vendosni në një qese plastike, i mbyllni mirë, i vendosni në frigorifer për 2 orë dhe pasi kur të ketë ngrirë çamçakëzi është tërësisht i lehtë për t'u hequr. Gjithashtu edhe spraji i flokëve dhe lëngu i limonit janë zgjidhje të tjera alternative që ju ndihmojnë në largimin e këtij shqetësimi siç është çamçakëzi tek rrobat e ngjitura. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj.